Bismillahirrahmanirrahim. Prirja e ndihmës të tjerëve. Muslimani nuk është i ngarkuar vetëm me interesat e veta, po as që është larg botës dhe jetës. Duke u ndihmuar të tjerëve, ai e kupton rëndësinë e njerëzisë në shoqërinë ku jeton. Allahu i Madhërisht thotë: "Ndihmoni mes vete me të mira dhe në të mbara, e mosni në mëkate në armiqësi. Kini dro dënimit të Allahut, se me të vërtetë Allahu është dëshkues i fortë." Surja Maida ajeti 2. Secilën bashkësi e përbëjnë individ të cilët solidarizohen në vështirësi duke u mbështetur njërin e tjetrin në rast nevoje dhe krize. Për këtë arsye Islami kërkon që muslimanët të jenë si një trup, të cilin e përshkojnë interesat dhe ndjenjat unitare, humane, njerëzore. Allahu xhaleshanuhu thot: "Besimtarët dhe besimtarët janë të dashur mbrojtës për njëri tjetrin. Innamal mu'minuna ikhwatun." S'ka dyshim se besimtarët pra janë vëllezër. Surja Huxhurat ajeti 10. Kjo është një lidhje e cila kërkon të ndihmohen reciprokisht dhe t'ja duan njëri tjetrit atë që ja duan vetë. Për këtë flasin dhe fjalët e pejgamberit alayhis salam. Shembulli i muslimanëve në dashurinë dhe në kujdesin e tyre i përngjan organizmit, pjesët e të cilit ndjejnë njësoj dhembje, kurse murët ndonjëra prej tyre. Kush i del në ndihmë vëllait të vet ose motrës kur ai ka nevojë, Allahu do t'i dalë në ndihmë atij. Kush ja largon vëllait të vet ndonjë vështirësi në këtë botë, Allahu do t'ja largojë atij në ditën e gjykimit. Kush ja mbulon të metat vëllait të vet, Allahu do t'ja mbulojë të tij në ditën e gjykimit. Muslimani i ndjen dhembjet e të tjerëve dhe sa mundet orvatet t'i lehtësoj. Ai e dëgjon zërin e të paaftit, të dobtit dhe të nevojtarit. Pejgamberi selam thotë: "Kini mëshirë ndaj atyre që janë në tokë, në daçi të ketë mëshirë ndaj jush, ai që është në qiell." Në dhënien e ndihmës muslimani fillon me rend, ashtu si e ka caktuar Allahu xhaleshanuhu, me të afërmit që kanë nevojë për ndihmën e tij janë familja dhe farefisi, pastaj bashkësia dhe të gjithë njerëzit. Të ndihmosh familjen është një mirë e madhe, e cila muslimanit i kthehet në të dy botët. Kush dëshiron që të jetojë në bollek dhe të përmendet gjatë, le të ndihmojë familjen. E drejta e fëmijët gjithashtu është obligimi i caktuar, të cilin muslimani është i obliguar ta kryejë, duke i bërë mirë, duke u kujdesur dhe duke i ndihmuar atij nëse ka nevojë. Vetë Muhamedi alayhis salam e ka theksuar të drejtën e fëmijët dhe shenjtërinë e marrëdhënieve fëmijësore duke thënë: "Aq shumë ka folur Xhibrili për të drejtat e fëmijët, saqë mendova se fëmijin do ta trashëgoj fëmijësi, pra do ketë edhe ai hisën testament." Pra, aq shumë na porositi i dashtuni Muhammed alayhis salam pra që të kemi kujdes për një kujshi të mirë dhe fëmijësi të mirë, të sillemi mirë, sepse më i miri për ju është ai që sillet mirë me familjen, farefisin, gjakun, fëmijën e afërm dhe të largëm.